Perëndim. Mund të them ju se rreth të Durrësit bandat punonin për deputet të veçantë. Tjetër Balla, tjetër Dyrmishi, tjetër ky, tjetër ai. Dhe jo më pak në Elbasan kjo skemë. Po kështu në Firë, Mallakastër. Pra, këto ishin zgjedhje që u sunduan si asnjëherë më parë nga vrasës, serial killer, trafikant, dhunues për dhunues. Zgjedhjet e 11 majit u karakterizuan nga blerja publike më masive në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Zarfi me 100 euro i dërguar në mes fushatës elektorale dhe amnistia prej 200 milion euro gjoba dhe kamata nga viti 2015 dhe në vitin 2025 është blerja publike më fuqishme që ka ndodhur në historinë e vendit. Dhjetra mijëra hektar kanabis që u dhanë licencat për të mbjellë. Çdo bim kanabis me prodhim fitimi 1.000 euro ka qenë është përllogaritur për blerje votash në mënyrën më të pamëshirë. Punësimi, punë për votë, u aplikua masivisht në këto zgjedhje. Sistemi patronazhistëve, kriminali patronazhistëve, i futur në strofulla, ose rreth qendrës votimit, ishte një polici terroriste ndaj zgjedhësve shqiptarë. 2 drejtuesit më të lartë të shërbimit informativ kombëtar, zëvendës të drejtores, u morën javë të para me të gjithë regjistrat e rrjetit agjenturor të sigurimit të shtetit dhe aktivizuan atë për karrigën e Edi Ramës duke shkel ligj dhe çdo gjë. Ne po evidentojmë me shumë përgjegjësi krimin elektoral. Ky krim është po kaq monstruoz në diasporë. Ju e morët vesh, besoj, e morët vesh, se si në kutinë e Beratit për diasporën dilte Partia Socialiste 99.6%. Pra, kemi të bëjmë me Korenë e Veriut. Kjo është e vërteta. Në qoftë se nga Greqia ardhja me
post të zakonshëm çdo ditë, para se famziu kriminali Balla të shkonte me ordhit e patronazhistëve në Greqi, ishte 1500, 1000, 1300 zarfa. Pas dërgimit të kriminal Ballës në Greqi, çdo ditë kanë ardhur 6000 zarfa, të gjitha të manipuluara. Ju besoj se po i ndiqni numërimit e votave të diasporës, se si ato janë të gjitha me shenjat më të sigurta të falsitetit dhe manipulimit. Thirrja ime është kjo, për të gjithë komisionerët që po bëjnë punë me vetmohi, të numërojnë çdo votë në dëshmi të respektit ton të palkundur, ndaj atyre që në kushtet terrori kanë votuar për opozitën. Çdo votë. Të regjistrojnë dhe të marrin shënim çdo parregullsi. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Ne garantojmë se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurinë e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij. Po. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News.